Tronditse në Francë, eurodeputetja përfundon në pranga shkak postimi në rrjetet sociale për eurodeputetja franceze Rima San nga partia e smajtës ekstreme Franca e papërkullur u vënë në arrest policor në Paris të njëjtën. Hasan po merret në pyetje dhe po mbahet njëkohësisht si pjesë e një hetimi mbi kërkesën për falje për terrorizëm për një postim në mediat sociale që ajo shkroi javën e kaluar duke shprehur solidaritet me terroristin japonez Kozo Okamoto, sipas raporteve të botuara për herë të parë nga Le Parisien. Okamoto u dënua për një sulm terrorist që vrau 26 persona në aeroportin ndërkombëtar Ben Gurion në vitin 1972. Ekipi i saj argumentoi se paraburgimi i përkohshëm ishte një shkelje imuniteti të ligjvënësit si eurodeputet. Një zëdhënës i Parlamentit Evropian nuk pranoi të komentojë mbi procedurat në vazhdim, por konfirmoi se Parlamenti është në kontakt me autoritetet kombëtare, antarën dhe grupin e saj politik. Ligjvënësi francezi ekstremi të djathtë Mathias Renault, i cili njoftoi prokurorët francez për postimin e saj javën e kaluar, nxitoi të reagonte, më në fund fillimi i fundit të pandëshkrueshmërisë për ligjvënësin e papërkullur të Francës, shkroi Renault një postim në rrjetet sociale të njëjtën.